Vëllimi me tregime dhe novela ëndra për jetën e autores pogradecare Rozeta Duro Rexhollari u promovua në Pogradec. Në moton të mos harrojmë se diktatura mund të ta merrte jetën, por kurrë nuk mund t'ju merrte njerëzve ëndrat e tyre, eventi përkujtoi shkrimtaren kurajoze Rozeta Duro Rexhollari pas vdekjes së saj. Në një sallë të mbushur me miqe e dashamirës së prozës, por edhe familjarë të shkrimtares, të pranishmit ndan emocionin e shkrimësisë së saj letrare. Kujtojmë se autorja mbart në vetvete një histori përndjekjesh personale dhe familjare, e cila tashmë prek duar dhe sy lexuesish përmes 5 tregimeve dhe një novele të këtij botimi me titull Ëndra për jetën. Libri hapet me dedikimin që ja kushton babait të saj, të pushkatuar në nëntor të vitit 1949 dhe gjithë të rinjve që ditët e papërsëritshme të rinisë së tyre i lanë qelive monstruoze të burgjeve komuniste. Ky botim është një cikël tregimesh dhe një novel ku nuk ka stisje apo imagjinata të sforcuara. Vepra në një me realitetin e një njeriu, jeta e cilit ka qenë luftë për ekzistencë. Ishte një emocion i dyfisht si organizatori eventit dhe si nipi i Rozetës, shkrimtares. Normalisht ishte një emocion i përkthyer edhe në krenari, për shkak se është kënaqësi që të kesh rënjët dhe të shohësh dhe shumë njerëz që vinë dhe flasin dhe tregojnë për jetën e një personi aq të afërt se cilin ti e ke dashur dhe e ke vlerësuar. Trashëgimia saj më e madhe është pikërisht shembulli që ajo dha. Pra, pavarësisht vuajtjeve të jashtëzakonshme të saj si personale dhe familjare, qoftë në familjen e saj nga babai apo dhe nëna, apo qoftë edhe me fëmijët e saj, me të shoqin që ju burgos, ajo nuk rreshti gjatë gjithë kohës së luftuari dhe së krijuari ëndra, të cilat një ditë, siç ishte edhe ëndra e shkrimit të librave, të cilat pavarësisht se në bazë viteve 90 u bën realitet. Promovimi i librit u organizua nga të përndjekurit Pikal me kryetare Ariadna Veliu dhe mbështetjen e Institutit të Integrimit të Ish të Përndjekurve Politik.